Se profesionit që të flisni për LDK-n dhe Hamza Shkak se e kanë, jo. Kine opozit si shfot të vendose dhe Shiko, nëse ata nuk e përstoj governin do të vazhdojnë. Une kam respekt për gjitha partitë politike në Kosovë. Kur kanë shkelje, i kallëzoj që jenë shkelje. Kur nuk sillen përputhje me kushtetutën, i tregoj që je shkelsi kushtetutës. Shkelsi ligjin. Mirë po, LDK e ka organet e veta. E ka kryetarin e vetë. Dhe normalisht që për LDK-n, flet kryetari i LDK-s, flasim përfaqësues të LDK-s. Ne jemi partitë ndryshme politike, kemi pas periudha ku kemi qenë oponent politik, kemi pas periudha ku kemi pas bashkëpunime dhe kemi bashkëqeverisë, dhe tash ata kanë pas negociata, ju bile dini ka qenë një praktik në kaluarën kur ka pas negociata për marrëveshje, o le tretë, derisa ka përfundue negociatat midis dy palëve që janë të negociu nuk është përzi. Nuk e ka prish rënien e negociata. Prandaj i kanë numrat, e kanë gatishmërinë, e kanë mundësinë, nuk është në diskrecion, nuk është në vullnet të asnjë individi, të asnjë subjekti politik me u vendos mbi kushtetutën, mbi rregulloren e punës. Është absurd veti me thonë që nëse shkelet kushtetuta nuk është e sankcionuar me çka ndodh. Në asnjë kushtetutë në botë nuk është. Me në kushtetutën e Gjermanisë. Kuvendi konstituohet 30 ditë pas zgjedhjeve pikë. Me në të Francës, me në të Italisë. Dikush tjetër?